Përshëndetje miqtë e mi. Një fjalë e urtë thotë se nëse ditën e fatkeqësisë bëhemi të dobët, kështu kemi qenë edhe më parë. Të gjithë mund të arrijmë qëllimin që kemi vënë vetes kur rruga që duhet ndjekim është e qartë dhe kur nuk ka kundërshtime. Por kur në rrugën tonë dalin pengesa, qëllimin mund të arrijmë vetëm me anë të një përkushtimi të palëkundur. Personazhet e historisë sonë të sotme e kishin këtë lloj përkushtimi, sepse zemra, mendja dhe jeta e tyre ishte bërë e lirë nga prangat. Po ndihni të lirë nga prangat të radiodramatizimit në historive të vërteta njerëzore. Këto histori janë prodhuar në Chicago nga Pacific Garden Mission dhe vijnë për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Sot për transmetim ju ftoj të ndiqni programin me numër 355, programi që bën të përballeni me veten dhe të mendoni. Alo? Birë, nuk kam lajme të mira. Çfarë ka ndodhur, babi? Rej dhe familja e tij kanë vdekur në një aksident ajror në Bahamas. Çfarë? Kjo nuk mund të jetë e vërtetë. Nuk mund ta besoj. Është e vërtetë, birim. Lajmi na erdhi nga ambasada. Po pse Karolina dhe fëmijët me Rein ishin? Bashkë me ta ishin edhe 2 pasagjerë të tjerë. Pra askush nuk ka mundur të mbijetojë. Në shtëpi jeni ju tani? Jo, ne jemi në një konferencë në Michigan. Po mami si është? Shumë e trishtuar. Po bëjmë gjërat gati që të kthehemi në shtëpi. Babi, bëni mirë të merrni një avion sepse ti nuk je në gjendje të japësh makinës. Po, por do të na duhet furgoni kur të mbërrim atje. Ende nuk arrit ta besoj. Je gjithë familja. Po përse? Vetëm Zoti e di përgjigjen, bie. Askush tjetër. Javën e kaluar dëgjuam se si çifti historison shkoi të jetonte si misionar në zonën malore të Filipineve. Në përfundimin e kësaj historie do të shikojmë se sa larg shkuan ata, provat me të cilat u përballën dhe dhimbjet që duruan. Kjo është dëshmia e vërtetë e Roger dhe Naomi Oatkins, që vjen tek ju tani në Të lirë nga prangat. Pasi unë edhe Naomi u shpërngulim në barakën e vogël në malet e Banauit mbi terracat e Orizit, ne punsuam një vajzë vendase për të mbushur ujë dhe për të pastruar. Ajo na ndihmonte gjithashtu të mësonim gjuhën e vendit të Ifugos. Isha mirënjohës që kisha njohur Georgin, një vendas që fliste anglisht. Kush të ka vënë emrin George? Një mësues amerikan, zotëri. Kur fillova shkollën na lejuan të zgjidhnim një emër amerikan. Unë zgjodha emrin George. Emri im i vërtet është Himi Watt. E po mirë. Nëse ti më thërret Roger, unë do të thras George. Në rregull, zoti Roger. George, e ke pranuar Jezus Krishtin si shpëtimtarin tënd? Po, unë jam besimtari i parë në Benaui. Edhe i me shoqe gjithashtu, Mary. Sa mirë. Ne drejtojmë një grup të vogël besimtarësh. Vërtet? Nëse dëshironi, unë mund të ndihmoj. Me shumë kënaqësi, zoti Roger. Por shumica e njerëzve këtu flasin vetëm gjuhën e tyre. E po nëse ti më ndihmon të shkruaj mësimet, unë mund t'ua lexoj atyre. Po mirë, në rregull. Kjo mund të më ndihmoj me problemin e frymarrjes që kam. Lufta më la me tuberkulos. Japonezët më detyruan të punoja nën tokë në një minier bakri. Po ilaçe a merr? Doktori i klinikës së lajmit mirë më bën gjithëpëra posaçërisht për këtë. Por duhet eci shumë për të shkuar atje dhe kjo më shkakton probleme me frymarrjen. George, gjilpërat mund të t'i bëj unë nëse do. Me të vërtetë? Faleminderit, zoti Roger. Mbase ti mund të më ndihmosh të mësoj gjuhën e vendit të Ifugos. Do të të paguaj për këtë. Ndërsa ti mund të më ndihmosh të përkthej ungjillin e Gjonit në gjuhën tonë. E pse jo, unë për këtë jam këtu. Për këtë jeni këtu? Po, për këtë. Këtu kanë ardhur edhe misionarë të tjerë, por nuk na kanë ndihmuar. Unë kam mësuar për dashurinë e Perëndisë nëpërmjet ungjillit të Gjonit. Ky libër më hapi zemrën për Jezusin. Të shtunat ishin ditë pazari në Banaui ku të gjithë vinin në qytet. Kështu unë dhe Naomi bënim takime ungjillizimi. Ne këndonim duete ndërsa besimtarët vendas predikonin. Kjo na shtyu të bënim takime të tipit pyetje-përgjigje, edhe nëpërmjet këtyre takimeve themeluam Institutin Biblik të Ifugos. Kushtetuta Filipinas e lejoi që Bibla të mësohej në shkolla, kështu ne i lam studentët tanë të jepnin mësim me qëllim që të fitonin eksperiencë. Fëmijët kanë thënë se ju keni abuzuar me ta. I keni detyruar të marrin pjesë në studime biblike, por ata gënjejnë. Mos u shqetëso, George, se e vërteta doli. U mor vesh që fëmijët ishin të mësuar të thoshin ato gjëra. Mendoj se këtu kanë gisht drejtorët. E di.
Fëmijët e pranuan që ata ju kishin treguar se çfarë duhet të thoshin. Por Jezus i bën që e vërteta të dalë në dritë. Fëmijët i pëlqejnë mësimet e Biblën. Jam i bindur. Ata e pranuan që nuk i kemi keq trajtuar. Thanë se kanë mësuar shumë edhe dëshirojnë që ne të vazhdojmë. Drejtorët janë të ligjë, por ne po lutemi për ju. Mendoj se ata po përpiqen të na dëbojnë nga vendi. Kjo nuk ka për të ndodhur asnjëherë. Do me thënë gjykata doli në favorin tuaj? Po, nuk na kanë ngarkuar asnjë akuzë. Zoti Roger, do t'i padisni drejtorët që na gënjyen? Jo, George, nuk do t'i padisim. Ne jemi ambasador të Jezusit edhe do të lutemi për ta. Djali ynë i dytë të rend i lindi në Manila, sërish me operacion. Rrugët ishin mjaft të këqija për të kthyer prapë në Banaui, kështu udhëtuam me një avion duke ndaluar mbi një pistë të vogël në male. Pilotit ju desh të futej në fushë për të shmangur një dre që gjendej në mes të pistës. Ne mundëm të udhëtonim të katërt me motocikletën time. Pasi që ndruam një vit në barake, u shpërngulim në një kodër në një shtëpi me 2 kate edhe 3 dhoma gjumi. Djali i tretë, Roni, lindi në vitin 1962 dhe ishte 2 muaj kur u kthyem në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me leje. Pas një viti erdhëm sërish në Manila. Është e pabesueshme që po na kërkojnë të qëndrojmë këtu. Po ata kanë nevojë për një mësues kimie, kështu fëmijët mund të plotësojnë kreditet e shkollës së mesme. Po puna jo në Banaui. Po ja pra këtë pyetje kam edhe unë. Misionarët mund të mësojnë vetë fëmijët e tyre. Zoti më kërkoi të hiqja dorë nga mësimdhënia, edhe të ndaja mesazhin e Biblës me vendasit e këtij vendi. Unë jam i gatshëm të jap ndihmën time përkohësisht, por më pas ata do të duhet të respektojnë thirrjen që ka marrë nga Perëndia. Do me thënë, duhet të qëndrojmë në Manila? Oh, jo, viti shkollor sapo ka filluar, edhe unë duhet të porosis pajisjet. Për momentin do të shkojmë në Banaui. Studentët në shkollën biblike janë të gëzuar që ti po kthehesh. E di, tani ata duan që t'ju mësoj gjuhën angleze. Sa mirë, ata flasin të gjithë anglisht. Unë i pyeta se çfarë emri mund t'i vëmë Perëndis tek ungjilli i Gjonit që kemi përkthyer. Dhe si u përgjigjen? Thanë që kanë shumë emra perëndish. Mund të përdorim emrin Muntalok, që tregon se Perëndia është krijuesi. Ose mund të përdorim emrin Matnonon. Emri Matnonon ka të bëjë me sakrificën. Perëndia sakrifikoi birin e tij Jezusin, por asnjë nga perëndit tona nuk na do. Po askush nuk është si Perëndia ynë, George. Bibla thot se Perëndia është dashuri. Po atëherë çfarë emri do të përdorim? Si thua për Apudios? Do të thot gjysh. Edhe tashmë është përdorur në disa përkthime të ndryshme. Më pëlqen. Nuk është si perëndit pagane. Ne vendosëm të përdornim atë emër për Perëndin në përkthimin tonë. Një emër që botuesit e Biblës më vonë e pranuan. Unë e përfundova detyrën time të mësimdhënies në shkollën e misionit edhe më pas u kthyem në Banaui. Në vitin 1967 kur shpërtheu lufta midis Izraelit dhe Egjiptit, ne vazhduam të mos kishim energji elektrike, kështu mora disa bateri për të vazhduar me programet e mia radiofonike. Bleva një gazetë në qytet. Tani e dim që izraelitët e kanë pushtuar Jerusalemin. Gjithnjë kisha menduar se Zoti do të kthehej kur kjo të ndodhte. Edhe unë. Por jemi ende këtu në tokë. Edhe besimtarët e tjerë këtu janë apo jo? Po i kontrollova të gjithë. Diçka nuk shkon me teologjinë tonë, zemër. Imagjinon do të gjithë ato kremtime festash? Nuk di ç'të them. Naomi, si thua sikur të vizitojmë Izraelin kur të marrim lejen e radhës? Unë dëshiroj shumë të shoh tokën e shenjtë. Por ti ke aplikuar në shkollë në Hawaii. Fillimisht mund të shkojmë në Izrael. Gjithnjë kam dashur të shkoj atje. Ajo është toka e shpëtimtarit edhe Zotit tim. Pas vitesh të tëra pune dhe pas shumë rishikimesh, ungjilli i Gjonit tashmë i përkthyer, kaloi në duart e botuesve, ndërkohë që ne u larguam me lejë. Ishte viti 1968. Para se të mbërrinim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ne ndaluam në shumë shtete, përfshirë edhe Izraelin. Unë mora një telegram ku thuaj se Universiteti i Hawaiit më kishte dhënë një bursë për të vazhduar studimet. Kështu ne jetuam në Honolulu dhe më pas shkuam në Manila ku fillova të jap sërish mësim në shkollën e misionit. Atje zura miqësi me një hebre dhe të shtunave filluam të mësonim bashkë Torën për mbledhjen e 5 librave të Mojsiut në sinagogën e Manilës. Si shkoi studimi këtë mëngjes, zemër? Ishte frymëzues. Përpoqja ti tregoj amikut ton që te kapitulli 53 i librit të Isais flitet për Jezusin. Po sa herë që biseda bëhej serioze, gruaja e tij na ndërpriste.
Ajo ka frikë se mos e kthej në të krishterë bashkëshortin e saj. Kjo po që do t'ishte mrekulli. Ai u ka thënë të tjerëve në sinagogë që unë di më shumë rreth ligjit të Mojsiut sesa të gjithë ata së bashku. Po si është shërbesa e tyre? Ata e lexojnë çdo gjë në hebraisht. Kështu që bëj mirë të studioj shkrimin me të. Atë vit, ai më ftoi bashkë me djalin tim të madh Rein për shërbesën e Pashkës, edhe në festën e tyre ndjeva prezencën e Jezus Mesias. Ne u bëm miq të ngushtë me të dhe me familjen e tij. Në fund të vitit shkollor ne prisnim të ktheheshim në Banaui, por bordi i misionit ton kishte plane të tjera. Ne duam që përkohësisht ju të shkoni në Manila. Por thirrja jonë është që t'ju mësojmë Biblën vendasve. Dëgjoj, është mirë që të mos ktheheni atje, Pse jo? sepse disa nga misionarët kanë pasur ankesa. Ata thonë se po mësonin Biblën vendasve në anglisht, dhe jo në gjuhën atyre. Por ata na e kërkuan vetë këtë gjë. Dhe ne duam të sigurohemi që e kanë kuptuar mesazhin e shpëtimit, dhe ky mesazh kuptohet më mirë në gjuhën atyre. Antarët e skuadrës time u rilindën të gjithë ndërkohë që e kuptonin ungjillin në anglisht. Tani ata e drejtojnë bashkësinë në dialektin e vendit të tyre dhe po përdorin ungjillin e Gjonit që ne e kemi përkthyer në gjuhën e vendit të Ifugos. Shiko, ne kemi nevojë që për momentin ju të qëndroni këtu. E po ne ose do të shkojmë në male dhe të përmbushim thirrjen e Zotit, ose do t'japim dorëheqjen kur shkolla të mbarojë. Në fund bordi na dërgoi në Bagujo që ndodhet në hyrje të vendeve malore. Të rinjtë e vendasve erdhën për t'u arsimuar. Ne duhet t'i ndihmonim ata të integroheshin në kisha, kështu që në qershor të vitit 1970 filluam që në shërbeset e të dielave mbrëma të përfshinim edhe studime biblike. Një natë, pas thirrjes që bëra për lutjen e shpëtimit, 3 burra u përgjigjen. Ne u lutëm edhe secili për tyre la takim për të më takuar të nesërmen, por vetëm Joey erdhi. Jam shumë i lumtur sot. Tani dua të më tregosh se çfarë duhet të bëj që të jetoj për Jezusin. Oh, lavdi Perëndis, Joey. Ai të ka dhënë frymën e shenjtë për këtë. Le t'i hedhim një sy shkrimeve. Joey, lexoje çdo ditë Biblën sepse është ushqimi yt frymëror. Lexoje këtë varg dhe mësoje përmendesh. Prandaj nëse dikush është në Krishtin, është një krijesë e re. Të vjetrat shkuan, ja. Të gjitha u bën të reja. Por trupi im është i njëjtë. Trupi yt duket i njëjtë, por ti ke një zemër të re. Nëpërmjet profetit Jeremia, Perëndia ka thënë, do t'ju jap një zemër të re, edhe do të shtijë brenda jush një frymë të re. Do të heq nga mishi juaj zemrën prej guri, edhe do t'ju jap zemër prej mishi. Wow! Unë kam një zemër të re. Ja pse jam kaq i lumtur. Tani fryma e shenjtë banon në ty. Lexoj edhe këtë vargun tek letra e parë e Korintasve kapitulli 6. A nuk e dini se trupi juaj është tempulli i frymës së shenjtë që është në ju, të cilin e keni nga Perëndia dhe se nuk i përkitni vetvetes, sepse u blet me një çmim. Përlëvdoni Perëndin pra me trupin tuaj dhe në frymën tuaj që i përkasin Perëndis. Perëndia banon brenda meje? Po, duhet të bësh një jetë të pastër për të. Të mos bësh betime, të mos pish as duhan, as alkol. E po, do të përpiqem. Dëgjoj këtu. Perëndia do vetëm një zemër të gatshme për çdo gjë. Ai vetë do të ndihmojë të jetosh të fitore. Joey andau ungjillin familjes së tij dhe shumë shpejt filloi të mësonte fëmijët në shoqërinë biblike Bibak. Emri Bibak është bashkimi i inicialeve të emrave të 5 fisëve më të mëdhenj të atij vendi. Numri i njerëzve të shoqërisë rritej. Vendi ku do të takoheshin ishte gjithë një sfidë. Ndërkohë Naomi e mësonte djalin në shtëpi. Kur djali i madh do të fillonte shkollën e mesme, ne vendosëm ta lejonim që të ndiqte shkollën e misionit në Manila. Po si do ta çojmë djalin atje, Roger? Nuk e di. Kilometra të tërë të rrugës kryesore janë mbuluar nga ujë. Po pra, nuk kam parë asnjëherë të bjerë kaq shumë shi. U bën 30 ditë tashmë që nuk pushon. Mbase duhet të fillojmë të ndërtojmë një ark. Po shkolla fillon këtë javë. Djali duhet të shkojë atje në kohë. Atëherë do të na duhet të ndjekim një rrugë tjetër. Ti do të vish me ne? Po do të vi. Për 2 djemtë e tjerë do të kujdeset Elisa. Ne e quam Rej në shkollë. Edhe pas disa ditësh u nisëm për në Bagujo. 2/3 e rrugës ishte mbuluar nga ujë sepse kishte shpërthyer një depo. Arrin të shosh? Jo, nuk duket. Roger, niveli i ujit po rritet. Kur të kaloni përmes ujrave, unë do të jem me ju. Ose të kaloni lumenjt, nuk do t'ju mbysin. Oh, por mjetin e prishën. Mendoj se Zoti kërkon që të ndalojmë. Aty kaloi një autobus dhe na tërhoqi 8 kilometra. Përpara ndodhe një urë, kështu që fjetëm në makinë.
Ditën tjetër unë gjitëm në një vend ku Naomi u kthye në Bagujo duke udhëtuar në pjesën e pasme të një kamionçine. E sigurova makinën diku dhe ditën tjetër shkova edhe unë në Bagujo. Ne e morëm makinën 3 javë më vonë pasi niveli i ujrave kishte rënë. Ishte viti 1972. Vitet kalonin edhe numri i anëtarëve të shoqërisë Bibak rritej. 2 djemë të mëdhenj mbaruan gjimnazin edhe ne filluam semestrin shkollor në shtëpi vetëm me djalin e vogël Ronin. Shoqëria Bibak u zgjerua edhe në qytetin pranë. Mundet të gjesh ndonjë ndërtesë për shoqërinë? Po, në rrugën kryesore gjeta një sallë ekspozite të braktisur. Duhet shumë punë për ta rindërtuar. Punojësi do të vinë pas 3 ditësh. Shpresoj ta përfundoj në kohë. Mos u shqetëso, Zoti e di nevojën që kemi. Bisedove me pronarin e ndërtesës? Ende jo, por nesër në mëngjes e kemi lënë të takohemi. Po nesër duhet të shkoj në Manila që të marr djemt në aeroport. Ne e morëm ndërtesën edhe e përdorëm për 3 vjet. Më pas morëm me qira një copë tokë ku burrat e shoqërisë ngritën një ndërtesë. E donim shërbesën tonë edhe vendasit. I ndihmuam ata të paraqisnin një amendament për t'i mbrojtur nga diskriminimi prej vendasve në pushtet. Vetëm ata mund të kishin pozicione të rëndësishme politike edhe të votonin. Besimtarët i dishepullizonin të tjerët me fjalën e Perëndisë. Qëllimi im ishte që të tregoja se kishim nevojë për misionar. Në fund të lejes tonë, në vitin 1981, kisha në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kërkoi që të jepja një mesazh. Pas shërbesës të nesërmen një misionar i dalë në pension më tha të mos e lejoja asnjëherë veten që të më quanin reverend. Ai më tregoi Psalmin 119, vargu 9. Ai i dërgoi popullit të tij shpengimin. Ka vendosur beslidhjen e tij për jetë, i shenjtë edhe i tmerrshëm është emri i tij. Kur u ktheva në Filipine, një izraelit ra dakord që t'u fliste studentëve tam për Izraelin modern, edhe në të njëjtën kohë unë flisja për profecinë e përmbushur. Sërish shërbesa jonë u zgjerua dhe ne fituam të drejtën për të ngritur një ndërtesë më të madhe. Në vitin 1985 kishim lejen tjetër edhe shkuam në Florida. Atje takuam pastorin e fëmirisë së Naomi. Ja shtëpia për të cilën të kisha folur, Roger. Riparimi i saj nuk ka mbaruar ende, por ti mund ta blesh dhe ta përfundosh. Kështu ti dhe Naomi do të keni një vend ku të qëndroni pasi të dilni në pension. Më pëlqen klima e këtij vendi. Është ngrohtë si në Bagujo. Në këtë zonë ka shumë besimtarë të tjerë. Ne festojmë bashkë Pashkën. Pashkën? Po, Krishti është qengji i Perëndisë dhe e vërteta e këtyre fjalëve gjendet tek çdo element i Pashkës. Shumë e vërtet. Në shkollën tonë biblike ne ju mësojmë studentëve si dhjatën e vjetër edhe dhjatën e re. Një miku im hebre më ka mësuar shumë për festat e popullit të tij, edhe kjo më ka ndihmuar të kuptoj pozicionin unik të Mesias në mënyra që nuk e kisha kuptuar asnjëherë më parë. Ndonjëherë, ne hebrejt kemi tendencën që t'i nxjerrim në pak këto mundësi të mrekullueshme për t'i dëshmuar hebrejve. Zoti ka thënë që derisa qielli dhe toka të kalojnë, asnjë jote, asnjë pikë e ligjit nuk do të kalojë para se të bëhet gjithçka. Dhe kushdo që do t'i zbatojë dhe do t'ia mësojë të tjerëve, ai do të quhet i madh në mbretërinë e qiejve. Ne përdorim metodën e Tiranit për të mësuar Ungjillin, ku njëri dishepull mëson tjetër. Pali flet për këtë te Veprat kapitulli 19. Brenda 2 viteve e gjithë Azia, si hebrejnë dhe grekët, e dëgjuan Ungjillin në këtë mënyrë. Atëherë ti nevojitesh pikërisht këtu, Roger. Si thua sikur ta blesh këtë pronë? Ne e blem pronën. E përfunduam ndërtimin e shtëpisë dhe atje jetoi djali ynë me familjen e tij. Kështu kishim ku të shkonim kur ktheheshim në shtëpi me leje. Në vitin 1990 dolëm në pension, edhe e mbyllëm shërbesën tonë në Filipine pas 32 vite shërbim, edhe shkuam për disa studime në Jeruzalem. Mblodhëm gjërat tona, u dham lamtomirën njerëzve edhe morëm avionin për në Florida. 7 javë pasi u larguam, Bagujo u godit nga një tërmet. Tërmeti ishte i shkallës 8 ballësh. Ishte e vështirë, por arrita të bëja një telefonat. Njerëzit po flenë në vend të hapur, madje edhe në parqe. A ka të vdekur? Po, dhe numri është shumë i madh. Hotelet dhe shtëpitë janë rrëzuar të gjitha. Po qendrat e shoqërisë Bibak? Ato jo, madje nuk kanë pësuar shumë tëme. Lavdi Perëndis. A keni nevojë që të kthehem atje? Jo, zoti Roger. Në fakt këtu nuk ka as ujë dhe as energji elektrike. Ushqimi është i pak. Atëherë do të lutemi për ju. Edhe Zoti do të derdhë hir. Ne studiuam shumë gjëra në Jerusalem, kulturën dhe zakonet hebreje, judaike dhe islame. Profesori ynë ishte një musliman ekspert. Mësuam edhe për festat hebreje. Më pas në vitin 1991 filloi lufta e gjirit. Shumë studentë u larguan për në vendlinjen e tyre, por ne qëndruam. Shpejt, na kanë mbetur vetëm 2 minuta. Po pse duhet i bëjnë
sulme gjithë një në mes të natës. Për të na gjetur në gjumë dhe për të vrarë sa më shumë të mundem. Sa mirë që i kishim lënë rrobat pikërisht pranë shtartit. Nxito, Naomi, nxito. Tani do filloj të flem me rrobat që mbaj veshur gjithë ditën. Mirë, po merre maskën e gazit edhe ikim. Shpresoj të mos jetë në një sulm me armë kimike se nuk marr dot fryme këtë gjë. Sidoqoftë duhet të përgatitemi për gjithçka. Ec tani, frapo. Në Izrael u hodhën 39 raketa dhe ne nuk e dinim asnjëherë nëse ishte sulm me armë kimike apo jo. Kështu u mblodhëm bashkë me besimtarë të tjerë në një dhomë të izoluar. U bën 2 deri tani. Zot, të lutem mbroj njerëzit e tu. 3. Kjo ishte afër. Nuk marr dot fryme këtë maskë. Edhe Roger i mbeti pas radios. 4. Të lutem mos lejo që të lëndohet ndonjë. Bëj që raketa të bie në vende ku nuk ka njerëz. Sikur të mund të na ndihmonte ndonjë. Zot, narkotika. Mirë, tani mund të largohemi. Njoftimet që kanë ardhur në radio kanë treguar se nuk është sulm me armë kimike. Faleminderit Perëndis. Nuk po arrija të merrja frymë derisa erdhi një grua që më ndihmoi. E po tani të gjithë jemi të sigurt. Perëndia na mbrojti sërish. Zoti na mbrojti edhe më në fund lufta mbaroi. Pashka erdhi dhe të gjithë u mblodhëm në sallën e ngrënies. Ndërkohë që u futëm për të zënë vendet tona, mu afroi një i moshuar. Unë të njoh ty. Ti ke qenë misionar në Filipina. Si është e mundur që më njihni? Ne kemi biseduar bashkë në një takim të krishterë me biznesmen në Detroit. E po kjo ka ndodhur shumë vite më parë. Po, në fillim të viteve 60, por unë të mbaj mend. Në atë kohë jepja mësim dhe të kam dëgjuar duke predikuar. Tani kam dalë në pension. Ti ishe duke studiuar atje? Jo, kisha ardhur vetëm për një vizitë një javore. Por tani kemi një shtëpi tonën atje. Nëse ti ke qenë në atë takim në Detroit, atëherë... Po, jemi të krishterë hebrejnë. Ditën tjetër ai na ftoi të jetonim në shtëpinë e tij, ndërkohë që për muajt e verës do të kthehej me familjen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ju mund të kujdeseni për qenin dhe kopshtin. Gjithashtu mund të përdorni edhe makinën tonë. Oh, sa mirë. Ditën e shabatit nuk kam mjete transporti. Kështu që tani do të kemi mundësinë të vizitojmë bashkësitë e besimtarëve. Ato janë të vogla dhe takohen në fshehtësi. Hebrejt mund të humbasin punën nëse drejtuesit ortodoks mësojnë se ata besojnë tek Mesia. Po kjo nuk është e drejtë. E di, po ashtu, muslimanët që ndjekin Mesian mund të vriten. Domethënë për ndjekja nuk do të marrë fund asnjëherë. Jo derisa të kthehet Krishti. Kur u kthyem në Florida, blem pronën që gjendej pranë shtëpisë tonë, përfshirë ndërtesën e saj, kështu që tani kishim 2 shtëpi. Djali ynë, i cili drejtonte një shkollë aviacioni, jetoi në shtëpinë e parë. Ne vazhdonim të shërbenim në misionin që na dërgoi në Filipine dhe dishepullizonim njerëzit tanë në Baguj. Por e dinim që Zoti kishte një shërbes të re për ne, edhe gjetëm një shërbes me në qendër hebrej. Unë shkova të flisja me drejtuesin. Roger, cila është thirrja që Zoti ka për ty tani? Ai do që ti flas si hebrejve dhe jo hebrejve për kulturën hebraike të Jezus Mesias. Të gjithë besimtarët duhet ta njohin trashëgiminë e Jezusit, historinë, festat, të gjithë këshillën e Perëndisë në 10-ën e vjetër dhe të re. Dhe misioni juaj nuk e disponon një shërbes të tillë? Në të vërtetë jo. E po, nëse ne të marrim në ombrellën e shërbesës tonë, ne nuk do të jemi në gjendje të paguajmë. Nuk ka gjë. Ne kemi kursimet tona. Dhe mbi cilin varg do ta mbështesësh shërbesën tënde? Letra e Romakëve, kapitulli 11 e tregon shumë qartë që ne, jo hebrejnë, jemi të shartuar në pemën e ullirit të Perëndisë. Jezus Mesia është hardhia dhe ne jemi shërmendët. Atëherë mirë se erdhat në shërbesën tonë mesianike, Roger. Nuk do të më jepni ndonjë udhëzim? Jo, ti ke më shumë kohë se unë që shërben. E di shumë mirë se çfarë duhet të bësh. Kështu që thjesht vazhdo. Perëndia na bekoi me një shërbes të re duke përdorur vitet e mia të studimit biblik edhe studimet në Jerusalem. Dhash mësim në kisha të ndryshme dhe konferenca misionare. Madje shkova deri në Japoni për të mësuar besimtarët e disa bashkësive. Më pas, në fund të muajit të mars të vitit 1998,
Ne udhëtuam me makinë në Michigan për një konferencë tjetër. Atje mësuam se djali ynë kishte humbur jetën në një aksident ajror së bashku me gruan edhe 2 djemt, njëri 8 edhe tjetri 10 vjeç. I ulur në tavolinë, mbajta kokën me duar. Zot, faleminderit që i morën në shtëpinë tënde. E di që tani ata janë me ty. O, kjo është e vështirë, Zot, por duhet jetë vullneti yt. Çfarë ke? Ray, Carolina, Joshua dhe Benjamini kanë vdekur në një aksident ajror në Bahamas. Askush nuk ka mundur të mbijetoj. Me forcën e Zotit, ne udhëtuam me makinë në Florida edhe përgatitëm ceremoninë mortore, duke dhënë lavdi Perëndis për jetën e rejtë. Ai dhe familja e tij e kishin pranuar të gjithë Jezus Krishtin edhe ne e dim se do t'i shikojmë sërish një ditë në parajs. Shkollën e aviacionit e drejtuam unë dhe djali i vogël derisa e shitëm. Më pas u kthyem shërbesës tonë për të prekur zemrat e hebrejve dhe jo hebrejve me dashurinë dhe të vërtetën e Perëndisë. U miratofshim para teje fjalët e gojës ime dhe për sjatit e zemrës ime, o Zot, kështjella ime, edhe shpegimtari. Dëgjues të dashur, a e njihni mikun që është më i ngushtë se sa një vëlla? Ky mik është Zoti Jezus Krisht. Tek letra e parë e Gjonit në kapitullin 5 në vargjet 11 dhe 12 thuhet: "Dhe dëshmia është kjo: Perëndia na dha jetën e përjetshme dhe kjo jetë është në birin e Tij. Ai që ka birin ka jetën, ai që nuk e ka birin e Perëndis nuk e ka jetën." Ju mund të aftoni atë në zemër dhe në jetën tuaj në çdo kohë. Nëse keni nevojë për ndihmë në marrjen e këtij vendimi jetë ndryshues, ju ftoj të na shkruani në Radio 7, kutia postare 2914 Tiranë, ose mund na dërgoni një mail në info@radioviz7.net. Ndoqët programi me numër 355. Kjo ishte pjesa e dytë e historisë së vërtetë të Roger dhe Naomi Oatkins. Të lirë nga pranga të prodhuar nga Pacific Garden Mission dhe u soll për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë, për treguar nëpërmjet historive të vërteta se nëse jeta juaj është bosh, ajo mund të mbushet derisa të derdhet. Do të ishte kënaqësi të dëgjonim se si ka ndikuar këto programe në jetën tuaj, ndaj mos harroni të na shkruani. Deri herë në ardhshme bashkë, miru dëgjofshim.